edhe e trajnimeve të Uni Debate që ne kemi pasur, dhe me qënëse jam këtu, dua të falenderoj dhe zysh Aida Gogën, profesoreshën Aida Gogën, e cila na është bashkuar dhe ka qenë pjesë e trajnimeve dhe një nga iniciatorët që ka dashur të realizojmë këtë projekt. Faleminderit Zysha. Unë do të them Zysha gjithmonë pavarësisht titullit që ti përfaqëson, që është shumë herë më i lartë se sa ai që unë e them me dashamirësi. Nga ana tjetër dua të falenderoj Blerta Tucin, pjesë e shoqërisë civile, por edhe angazhime shumë herë më të mëdha se sa i përket kësaj, është pjesë e ju Policy Hub, e di që ka qenë, por vazhdon të jetë dhe mbetet një nga elementët kryesor drejtues. Nga ana tjetër dua të falenderoj dhe Aldi Sheun që na është bashkuar këtë vit, është një ish re-debaters, vjen nga kampionati kombëtar i debatit, por nga ana tjetër është edhe një nga trajnerët e skuadrës Ari Fulc që ka arritur të fitojë edhe një nga edicionet e kampionatit kombëtar të debatit. Mirë, për ata që nuk më njohin, unë jam Krishtin Klako ose Niko për të gjithë ju që më njihni, drejtues i organizatës Liburnetik. Pasi kam falenderuar dhe kam bërë këto adetet që i themi neve në gjuhën tonë shqipe, dua të falenderoj edhe një herë mentorët tuaj, Zysh Loretën, profesoresh Loretën dhe profesoresh Jonitën. Dhe pa humbur kohë do të fillojmë me debatin e parë. Debatin e vetëm që ne kemi në këtë format të ri, kështu që do të bëjmë zgjedhjen e temës midis dy zarfeve. Do të ftoj skuadrën nga Gjirokastra me që s'ka ardhur nga larg. Një duar trokitje. Okej? Mund të zgjedhësh midis dy zarfeve. Sepse dy temat e tjera janë ezauruar në debatet e para. Tema do të jetë pra, tema e parë, faleminderit. Tema, më saktë, debati do të jetë të rinë si agjendë ndryshimi, utopi apo realitet. Tani skuadra Ismail Qemali do të bëjë përzgjedhjen përsa i takon qëndrimit që do të mbajnë skuadrat, tek globi i vogël, lutem. E tregojmë ande nga kamera. Pro, do të jetë Universiteti Ismail Qemali dhe kundër do të jetë Universiteti Eqerem Çabej. Të lutem do e hapësh dhe tjetën që të jemi sa më transparent. Dhe kundër. Atëherë, duke ndjekur strukturën e debatit, ju do të kemi 7 raunde, pra 7 ndërhyrje në total. Keni parasysh që të ndjekim strukturën, pra e keni të qartë, megjithatë do e shfaqim dhe në ekran strukturën, kështu që duhet i përmbajeni asaj. Në momentin që unë do t'ju ndaloj, do të thotë që ka mbaruar minutazhi dhe vazhdojmë me skuadrën respektivisht në mënyrë të alternuar. Mirë? Keni 7 minuta kohë përgatitore nga kjo moment. Faleminderit, telefonat i kemi hequr të gjithë ose i mbajmë në përxhepa? Okej. Faleminderit. Mirupafshim. Ciao. Debati përsa i takon temës të rinë si agjendë ndryshimi, utopia apo realitet. Kjo është tema për cilën do të debatojnë dy skuadrat nga Universiteti Ismail Qemali Vlorë dhe Gjirokastra Eqerem Çabej. Shumë suksese. Do të filloj skuadra që mban qëndrimin pro. Keni parasysh në bazë të minutazhit, ju mund të flisni dhe 2 veta ose 3, varet se si e keni llogaritur kohën. E rëndësishme është që të respektojmë minutazhin limit që ka formati. Që do të thotë mund të zgjidhni dhe që të përfaqësoheni vetëm nga një antar i skuadrës për gjatë gjithë debatit. Kjo është në zgjedhjen e secilës skuadër. Mirë? Suksese. Përshëndetje së pari, të nderuar gjyqtar, të nderuar kolegë si dhe ju dëgjues të pranishëm. Sot ne qëndrojmë përballë jush me argumentin se të rinjt janë realisht agjendë ndryshimi në shoqëri. Kjo faktikisht nuk është thjesht një ndjenjë idealiste apo sentimentale, por ka të bëjë me faktin se të rinjt janë vërtet aktiv në ato drejtime kyçe në shoqëri, si ekonomia, teknologjia, drejtësia sociale, politika e të tjerë. Ne qëndrojmë përpara jush
për t'ju argumentuar se një shoqëri është e shndrueshme dhe e drejtë vetëm në atë moment kur të gjitha brezat e saj marrin pjesë, e sidomos rinia që është një motor inovacioni në shoqëri. Se sa ndikim kanë të rinjt në shoqëri, këtë nuk do ta shohim vetëm në anë të rrjeteve sociale, por në ato fusha që ata realisht kanë ndikuar. Së pari, këtu doja të listoja se të rinjt janë motor inovacioni në shoqëri. Të rinj, duke qenë se janë një brez të cilët janë të lindur dhe janë të rritur përballë teknologjisë, ata shndrojnë përballë çdo ndryshimi të ndodhur në ditët e sotme. Kjo do të thotë se ata dhe kanë shpirtin për ta bërë realitet çdo gjë. Si është edhe organizata ndërkombëtare UNICEF, e cila ka deklaruar se të rinjt janë arkitektet e së ardhmes. Kjo gjë mund të përkthehet ndryshe se të rinjt përveç se kanë idealet, kanë imagjinatën, kanë shpirtin për të kthyer çdo gjë realitet. Rasti i dytë do ta lidhim me politikën. Të rinjt janë motor ndryshimi edhe për politikën. Këtu mund të përmendim dy raste. Rasti i parë është i Polonisë për zgjedhjet elektorale të realizuara në vitin 2023, ku shumica e të rinjve ishin në moshën 30 vjeçare. Ata sollën një ndryshim të sistemit. Rasti i dytë është mjaft i rëndësishëm që është Zambia në vitin 2021, ku të rinjt përmbysën sistemin autoritar që ishte. Pra, e përmbledhur shkurt, nëse të rinjt do të angazhohen në mënyrën e duhur, ata do të sjellin ndryshime reale në shoqëri. Ju faleminderit. Përshëndetje, unë jam Vasil Kore nga Universiteti Gjokastrës e Çemçabej. Pra, do doja së pari të pyesja pak për vajzën, më falë sa di emrin, Klea, gëzujem. Kur t'ia the të gjitha brezat duhet të marrin pjesë për të bërë ndryshim. Por unë dua të pyes për të rënë dakord, sepse është e vërtet që në një organizat pjesëtarët janë së bashku, por është elementi kompromisit. Pra neve zgjedhim të bëjmë diçka, në kusht të humbjes të diçka tjetër, edhe për shkak të idealeve që të rinjt dhe ta themi të moshuarit mund të bien kundrasi, si mendon ti se është ky kompromisi që të rinjt krijojnë me të moshuarit? Atëherë, së pari faleminderit për pyetjen, është një pyetje interesante. Padyshim që të gjithë brezat duhet të marrin pjesë në një shoqëri të caktuar. Ashtu sikur e kemi edhe të drejtën e votës, të gjithë kanë të drejtë të votës dhe kanë të drejtën e votës së barabartë, pra nuk mund të themi se një grup moshë ka të drejtën e votës më shumë se sa grup mosha tjetër. E njëjta gjë qëndron edhe në brendësi të pyetjes tuaj. Kompromis. Mendoj se duhet bërë ajo që është më e drejtë për të gjitha grup moshat. Që do të thotë, në moment që faktikisht bota po përballet me ndryshime të mëdha. Dhe këto ndryshime njihen më së miri nga brezat e rinj, sepse kemi teknologjinë. Nuk mund ta mohojmë faktin se mosha e tretë nuk është një njohës kaq e mirë e teknologjisë sa moshat e reja. Kështu që detyrimisht këtu brenda është dhe vetë kompromisi. Nuk është e thënë që të qëndrojë një kompromis ndërmjet të dyja palëve. Kompromisi është brenda. Kompromisi vjen së bashku me ndryshimin në shoqëri. Faleminderit. Okej. E kuptoj atë, por kur themi tek idealet e të rinjve, unë do doja të pyesja në qoftë se mendon se një ndikim të madh mund të kenë të moshuarit. Kam me thelbin se siç tham më parë, është ideja e idealeve është sepse të rinj që nga moshë e re ndikohen nga idealet e figurave më të mëdha se vetja tyre, çka është i bën ta themi që janojnë moralitetit më të sakt, por në qoftë se ndodhe anasjellta, pra siç i tham luftës izraelite. Unë mendoj se të rinjt nuk i bashkojnë kësaj lufte për shkak se idealet e tyre janë kundra luftës. Por në qoftë se ata nga një moshë e re do ndikoheshin me idenë që të jenë pro luftës, a mendoni se kjo kishte për të patur një, ta themi, rrjedhim tjetër llojit në këtë moment? Themi se. Atëherë, po i përgjigjem unë kësaj pyetje. Duke qenë se përmendët luftën, ne jemi në këtë ambient, ne jemi të rinj, ne kemi idealet, mendimet, parimet tona dhe parimet qëndrojnë mbi të gjitha kushtet apo mendimet që ne mund të kemi. Në momentin që ne jemi të rinj dhe mendojmë se lufta është gabim, dhe mendojmë se të vrasësh fëmijë, dhe mendojmë se të shkatërrosh familje, dhe mendojmë se të përzësh nëna, të cilat mbajnë fëmijët e tyre në krah nga vendi i tyre, është gabim. Faleminderit, koha ka mbaruar. Faleminderit. Atëherë ne nuk mund të pranojmë luftën si të rinj. Faleminderit. Është radha juaj. Po të filloj apo doni ju? Është fjalimi i parë i palës kundër. Përshëndetje, të rinj si agent ndryshimi. Ne si pala kundër jemi në fjalën që kjo është vetëm një utopi dhe nuk është e vërtetë.
Një prej pikave që unë dua të kap është pjesa që jetojmë në Shqipëri. Kemi marrë shembuj të vendeve të ndryshme, por nuk kemi marrë asnjë shembull në Shqipëri akoma. Dhe aktualiteti shoqëror këtu ku jetojmë ne është se ai më i madhi, apo ai më i vjetri, apo ai që ka një status, apo një emër, nuk e lë kollaj të riun të hap një rrugë të vetën. Nuk e bën pjesë të rrugës së tij dhe nuk e lë të hap një rrugë më vete. Dhe kjo është një ndikim shumë negativ për të rinj që ata të bëjnë diçka më shumë për të ardhmen dhe gjithashtu të ndryshojnë diçka në të ardhmen apo të ndërtojnë të ardhmen e tyre. Unë do doja të filloja mendimin tim duke kontradiktuar veten time. Sepse tema thot utopi. Unë nuk mendoj se është utopi, unë mendoj se është realitet, por është më i komplikuar se sa jepet. Problemi është që neve themi të rinë ka një ndikim të madh, një ndikim të madh në shoqëri, por nuk diskutohet ndikimi që kemi ne te të rinjt. Përse? Po, të rinjt mund të ndikojnë në shoqëri, por shoqëria ndikon tek të rinjt gjithashtu. Ja, të rinjt janë, ta themi, të manipulueshëm, më naiv se sa një person një moshe më të madhe. Nuk do thotë se kjo është një gjë e keqe, por është diçka që unë mendoj duhet diskutuar, sepse jemi neve ata që jemi fajtor, ta themi, përse si fëmia mund të përfundojë në një kohë më të vonshëm. Ne shikojmë se si të rinjt luftojnë me njëri tjetrin, pra ta themi njerëzit tanë janë në luftë me njëri tjetrin për arsye dhe ashtë të rëndësishme. Nuk nuk kompromizojnë, ndërsa unë shoh te personat e moshës më të madhe, po, mund të mos bien dakord me njëri tjetrin, por ka një respekt bazik, edhe thonë edhe pse unë nuk e pëlqej këtë person, unë prapë do e bëj punën me të ja. Ndërsa neve jemi çik më të përhapur drejt anës emocionale, ku vetëm sepse ne nuk e pëlqejmë një person, nuk zgjedhim të punojmë bashkë me të. Gjithashtu, unë do kapja pak temën e individualitetit. Unë mendoj se krahasuar me më parë, me kur ta themi të rinjt luftuan kundra komunizmit, të gjithë u bashkuan, sepse kishte një problem që i dikonte të tërë. Por këto ditë unë do thosha është vendosur në mënyrë që problemet nuk i ndikojnë të rinjt në të njëjtën shkallë si të rinjt e tjerë. Pra unë mendoj se nga që dikojnë ndryshe, i shohim probleme ndryshe dhe kjo na afron më shumë me individualitetin se sa me një sulm kolektiv kundrejt një problemi, çka mund ta bëjë më të vështirë ndikimin e të riut mbi shoqëri për shkak se ka më të vështirë të shohë empatin, ta shohë problemin nga syri një personi tjetër, por e shoh vetëm se si më ndikon mua, si më shqetëson mua, si e kam unë për kështu. Pra na jemi afruar më shumë individualitetit se sa problemi kolektiv. Padyshim jam shumë dakord që e ardhmja vendit janë të rinjt janë bërthama e shoqërisë tonë, por të rinjt janë ata që stepen në shumë fusha të jetës, në shumë aspekte. Refuzojnë të marrin pjesë në pjesëmarrje politike, në shumë shqetësime të jetës së përditshme, stepen dhe shpeshherë shprehin atë individualitetin siç e përmendi Vasili. Dhe kjo nuk është ajo që ne duam nga brezi i ri. Brezi i ri padyshim duhet ta ngrejë zërin për shqetësime, për problematika të ndryshme dhe t'japi zgjidhja atyre. Një tjetër gjë që doja të prekja është pasiguria për të ardhmen dhe nga tregu i punës. Shumë të rinj vendosin të largohen dhe kjo padyshim nuk është një motor inovacioni. Të rinjt këtu duket që janë komplet e kundërta atyre e agjendit të ndryshimit. Dhe kjo do ta linte vendin tonë në vështirësi të mëdha ekonomike. Gjithashtu shembulli që ju përmendet për Polonin dhe Zambin, ne kemi një mungesë të dukshme të pjesëmarrjes politike në vendin tonë, shumë refuzojnë dhe mos të themi që pothuajse nuk votojnë fare, nuk duan ta shprehin të drejtën e tyre të votës. Dhe për mua kjo është keqardhje e madhe, sepse vendi vetëm po zhytet për më poshtë dhe në këtë mënyrë ne mund ta shohim se të rinjt më shumë po ndikojnë negativisht se sa pozitivisht, duke nga veprimet e tyre dhe nga vendimet që ata zgjedhin të marrin për jetën e tyre në vendin e tyre. Faleminderit.
plotësuar dhe pak më shumë fjalimin e koleges time. Kjo ndikon e tërat, gjitha pikat që preku, për shkak se mungon mbështetja. Mungon mbështetja si nga ana e familjes, si nga ana e shoqërisë dhe të mëdhenjve, po ashtu mungon dhe shumë mbështetja financiare që mund t'i jap shteti, mund t'i jap një organizat apo diku tjetër që t'i bëj këta të rinj të jenë dhe më shumë aktiv se ç'mund të jenë. Përshëndetje, unë jam Gesti Shupa nga Universiteti e Qerem Qabehi, Gjirokastrës. Atëherë, unë mendoj se rinia është shumë e perceptuar nga media sociale dhe kështu që kjo mund të jetë një problem sepse është shumë negative, sepse ata janë të varur pas saj dhe ata kërkojnë gjithmonë në internet për të gjetur një zgjidhje të tyre. Ata për shembull pretendojnë në edukimin e tyre që mund të përdorin inteligjencë artificiale për të mbaruar shkollën dhe kjo është një problem shumë i madh, kështu që mendoj se ana e perceptimit emocional është edhe jo afatgjatë për ata, sepse mund të çojnë në problematika në mënyrën e jetesës së tyre dhe për shumë persona të tjerë, nëse ata mund të vendosin për diçka që mund të jetë në lidhje psikologjike me persona të tjerë. Them të drejtën, s'mund të shtojmë gjë tjetër për atyre sekondave, kështu që Ju përmendet se të rinjt me njëri tjetrin kanë një luftë. Dhe unë dua të di se ku konsiston konkretisht kjo luftë që të rinjt kanë me njëri tjetrin, sepse ne kemi shumë situata dhe shumë ndërveprim ndërmjet të rinjve sot. Kuptoj, po. Okej, unë mendoj se kjo lufta kryesisht vjen tek provimi. Kur nevojtë të shikohet kërkesa për të ndryshuar. Okej, mënyra më e mirë që mund ta shpjegoj këtë është me një eksperiencë time. Kur ta themi unë me klasën time, kishim një problem përgjithsisht me orarin, me drejtoreshën. Edhe lam si plan që të venim të ankoheshim tek drejtoresha. Dhe kjo është një problem kolektiv. Problemi është që unë zgjodha të shkoja, por shkova vetëm. Nuk erdhin asnjë nxënës me mua, nuk erdhën të më shoqëronin, të më mbështesnin, pra të venim kolektivisht. Kishim një problem kolektiv, por përballja që individuale. Dhe unë në këtë moment nuk isha i suportuar, po mirë, mbasi isha suportuar, mirë do bësh të vesh t'i thuash, por nuk kishte person me mua dhe unë mendoj se të rinjt për shkak të brishtësisë emocionale, sepse është fazë komplikuar e jetës, kemi nevojë për mbështetje jo vetëm me fjalë, por dhe me prezencë. Unë shkova vetëm, fola vetëm, u dënova vetëm, të jemi sinqert me juve, edhe unë mendova se po bëja gjën e duhur, por vetëm unë u ndëshkova. Dhe tër klasa tjetër që më thoshin shko bëje se mirë do bësh, qëndruan mbrapa dhe më lanë. Dhe më fal, vetëm një gjë. Unë mendoj se ka nga këto raste, nuk mund të them sepse nuk kam parë them të vërtetën, por mendoj se ka nga këto raste, por në një shkallë më të madhe. Vetëm kaq. Pra, për ta përmbledhur të gjithë këtë, është një mungesë totalisht përfaqësimi nga të rinjt, si në situatat më bazike të jetës dhe duke vazhduar në më jetiket. Dhe domosdoshmërisht, këto çojnë në mungesa të tjera të ideve të reja, të përfaqësimeve në fusha të ndryshme të jetës, në aspekte të ndryshme, si politike, po dhe shoqërore. Kaq kisha. Këto ishin kundër argumentet tona rreth çështjes të rinjve. Të rinjt mund të vazhdojnë të japin kontributin e tyre me sa munden, por këto ishin ato anët, si ta themi, më negativet që ata japin në shoqëri dhe që shoqëria jonë ka në thelbin e saj. Faleminderit. Të bëjmë pyetjen tjetër apo të Po, vazhdo të lutem. pyetjen? Folësja juaj e parë u shpreh se ndikimi që të rinjt kanë si agent për të sjellë ndryshimin në botë është një utopi. A mendoni ju që faktet reale të kontributit të rinjve për zhvillimin e shoqërisë është utopi apo fantazi dhe ku e bazoni këtë?
jam Blarina Canaj, përshëndetje të ndashur antar të juris, përshëndetje i nderuar Universiteti e Qerem Çabej. Atëherë, tema që ne po trajtojmë sot është të rinë si agent ndryshimi. Vlera e këtij debati është qëndrueshmëria afatgjatë që sjellin të rinjt me inovacionin e tyre. Dhe kriteri është fuqizimi i të rinjve. Atëherë, të rinjt janë më pranues ndaj ndasive fetare, ndaj ndasive etnike, atyre racore apo orientimeve seksuale, sepse vëra re që nga ju përmend që të rinjt ndikojnë shumë nga gjeneratat e tyre paraardhëse, nga prindit apo gjyshrit. Atëherë, sipas një studimi që është bërë nga revista e të rinjve Behavior në SBA, ka rezultuar se gjenerata Z është gjenerata e cila për herë të parë në historinë e zhvillimit të rinjve, është e vetma gjeneratë që ka gjetur guximin dhe është kaq kundërshtuese ndaj gjeneratave të mëparshme, pra ndaj prindërve apo gjyshërve. Gjenerata Z, pra që përfshin edhe brezin ton, jam shumë e lumtur për këtë, është nga gjeneratat që është më inovatore. Ajo nuk merr më mendimet, nuk ka më parimet të vjetëruara të brezave të mëparshëm, por ajo është që kundërshton ato që i mendojnë që janë moralisht të gabuara. Ne kemi vetë kryeqytetin ton, Tiranën, i cili në vitin 2022 u shpall kryeqyteti europian i rinis. Por pse e fituam në këtë titull? Në rast të parë, të rinjt shqiptar ndjevën një lloj përkatësie në komunitetin europian. Ata ishin aktiv në aktivitetet kulturore, ishin të fuqizuar ekonomikisht, ishin fitues të startupeve, ku ata shpalosën idetë e tyre dhe janë sot përqindja më e madhe e bizneseve të reja. Ata ishin të fuqizuar ekonomikisht. Atë vit u bën mbi 1000 aktivitete kulturore. Të rinjt jetojnë në botën e globalizuar, ne kemi fatin më të madh të jetojmë në epokën digjitale. Ky globalizim është dëshmia dhe më e mirë e të res shqiptare për të cilën ne jemi shumë krenar, Mira Murati, e cila me anë të inovacionit të saj solli ChatGPT-n, AI, që është një ndihmës jashtëzakonisht e madhe për të rinjt. Për të kundërshtuar dhe një tjetër argument tuaj, që rrjedh nga argumenti dhe nga shpikja e Mira Muratit, ju thatë u shprehët se teknologjia ka krijuar varësi tek të rinj dhe është shumë e keqe. Unë mendoj që është komplet e kundërta. Sidomos brezi jon, gjenerata Z apo të rinjt në përgjithësi kanë përfitimet më të mëdha të teknologjisë, të internetit dhe të rrjeteve sociale. E para, me anë të rrjeteve sociale të rinjt arrin të krijojnë një lloj rrjet komunikimi. Ata e duan komunitetin, ata lidhen me njëri tjetrin. Me anë të Twitterit, me anë të Facebookut, ne mund të gjejmë moshatarë tanë që mund të jetojnë në Amerikë apo në Tokyo, dhe ne mund të lidhemi për të fuqizuar idetë tona, për të krijuar inovacione të reja, për një mendim startupi, për të marrë një eksperiencë përtej oqeanit. Nga ana tjetër, ChatGPT apo AI jo vetëm na ndihmon me detyrat, ajo është asistenti jon virtual, i cili mund të bëj më shumë punë në më pak kohë, na jep më shumë ide, na jep më shumë mendime, na fuqizon idetë tona. Nga ana tjetër, të rinjt janë në luftë me njëri tjetrin, thoni ju. Unë mendoj që është e kundërta. Të rinjt sot janë më të bashkuar se kur, për çështje që vërtet kanë rëndësi. Jo për çështje që drejtoresha na lanë në qafë dhe mua nuk më mbështeti klasa, por për çështje që të rinjt palestinez po humbin ditë për ditë jetën e tyre. Një ere palestineze, vetëm sepse kundërshtoi një polic apo ushtar izraelit dhe e grushtoi, bëri 8 muaj burg dhe pasi doli nga burgu ajo nuk u tromb. Ajo nuk u bë pale mendimeve të gjyshit të saj. Ajo ishte në radhët e para të kryengritjes përsëri. Ajo nuk u ndal. Dhe kjo tregon për shpirtin revolucionar që ka rinja sot që po flasim. Një rast tjetër shumë i rëndësishëm, një rast që na prek të gjithëve, një rast që e kujtojmë retrospektiv dhe jemi shumë krenar për të, është rasti që dhe ju e cekët, se në disa pika era dakord me ne, i dha të drejt fakte që të rinjt kanë vërtet ndikim, ishte viti 92, kur shqiptarët, kur të rinjt, kur studentët shqiptarë hodhën bustin e proletarit. Ata i dhanë fund diktaturës, që ne sot të mundet të jetojmë në demokraci, që të bëjmë këtë lloj debati kaq me respekt nga njëri tjetrit, kaq konstruktiv, që ne mos të kemi frikë nga argumentet tuaja, ju mos keni frikë nga argumentet tona, por përkundrazi ne pas këtij debati të lidhemi, të formojmë një rrjet me njëri tjetrin. Kjo është fuqia sot me që ka rinia. Ka mbaruar, faleminderit. Faleminderit shumë. Është radha e fjalimit të dytë të palës kundër. E zgjidhni ju, është fjalimi domethënë. Ju falenderoj shumë për argumentet që dat dhe për faktet që sollët këtu në këtë debat. Unë doja të ndalesha në disa pika që ju përmendët në lidhje më shumë si pyetje. Ju përmendët që Gen Z-ja në SBA ka dalë krejt kundërta gjeneratës së vjetër. Jam shumë dakord, ka ndodhur. Por në Shqipëri ka ndodhur një gjë e tillë, si në SBA? Nuk mund ta pranojmë se ka ndodhur. Tjetra, ChatGPT-ja është
një simbolik shumë e rëndësishme, jo vetëm në aspektin e funksionimit për neve, por edhe për faktin që themeluesja e saj është shqiptare. Por, a nuk mendoni se ChatGPT-ja ka ndikuar shumë në aspektin e kriticizmit të njeriut, që ky I ri për çdo gjë shkon pyet ChatGPT-n, nuk e arsyeton më diçka vetë në veten e vet, por jo, kemi ChatGPT-n si asistent, si pyetësor, si bibliotekar, si çdo gjëje. Pra, unë mendoj se po, neve kemi gjetur, ta themi, burime të ndryshme për probleme të ndryshme, po ChatGPT-ja, mira që mu të përmend, por unë mendoj se të rinjt ka një problem varësie me teknologjinë, me ChatGPT-n. Ndryshimi I hyn ku neve ndalojmë t'i përdorim si një mjet dhe I përdorim si I vetmi mjet. Pra, kam një problem që nuk kuptoj në lënd, do hap ChatGPT-n. Nuk di si të zgjidh një problem, do pyes ChatGPT-n. Dhe nuk përpiqemi t'i bazojmë mendimet ose t'i gjejmë zgjidhjet në libra ose në përditshmëri ose në burime alternative përveç ChatGPT-s. Unë e kuptoj pozitivitetin, pra të mirën e ChatGPT-s, por mendoj se neve kemi krijuar një marrëdhënie varësie jo vetëm me ChatGPT-n, por edhe me telefonat në përgjithësi, teknologjia e para që mund të përmend. Do doja të pyesja pak për kur tham luftën me moralet e gabuara. Unë do doja të argumentoja që edhe ne të rinj kemi krijuar, të paktën në Amerikë, kanë krijuar moralet, ta themi sipas mendimit të gabuara. Le të mos harrojmë që diku te 3-4 vite më parë ishim ne, njerëz të moshës tonë, që thoshin t'i quanin prindërit, prindi 1 dhe prindi 2. Nuk ishte një moral që e menduan njerëzit e moshës së madhe, ishin të rinjt amerikanë që thanë që të mos vdieshin keq, t'i quanin 1 dhe 2. Do doja të dija, sepse ne e vërtet është që luftojmë moralet e vjetra, por a nuk mund të biem dakord se I luftojmë tej mase shumë, edhe kjo është për të dyja palat. Edhe neve luftojmë shumë moralet e vjetra dhe moralet e vjetra luftojnë shumë moralet tona. Përse thjesht nuk përpiqemi të gjejmë fushën ngri, ku të dy mund të biem dakord. Do doja edhe të jepja një tek krijimi në ekonomi, ndikimin e ekonomisë të rinjve. Unë mendoj se po, të rinjt kanë një ndikim të madh në përmirësimin e saj, por kanë edhe një ndikim të madh në përkeqësimin e saj. Shembulli më I mirë që mund të jap është banka elektronike për lekë elektronike, FTX, e krijuar nga Sam Bankman-Fried, person 24-25 vjeç mos gabojmë, që doli të ishte një nga skamet më të mëdha në historinë e Amerikës, në historinë e ekonomisë digjitale, ku dhe New York Times-i, një burim shumë I besuar, e reklamonte vazhdimisht dhe doli që Sam Bankman-Fried ishte një, ta themi, hajdut I cili lekët që I jepnin investuesit I hapte në akaunte të ndryshme dhe në fund, kur kjo banku mbyll, njerëzit që kishin investuar lekët I humbën të gjitha, kishin humbur çdo lek që kishin investuar. Nga një person I një moshe të reje, nga një person premtues, u njoh si bilioneri më I ri që ka parë ndonjëherë bota. Faleminderit. Atëherë, bazuar tek ajo që the për ChatGPT-n, në rregull mund të jetë një objekt shumë I mirë për të ndihmuar të rinjt për të mësuar, por ne paka shumë e keq përdorim me anën se si për shembull ne përdorim më shumë për të përgjigjur pyetjeve sesa për t'i mësuar ato. Kështu që nëse ndonjë ditë mund të dilte jashtë funksionit ChatGPT-ja, a do të mund të përgjigjeshin rinia njësoj siç përgjigjen tani, se ata më shumë paka shumë përgjigjen me anë të ChatGPT-s, nuk kanë një idealizëm të tyren, sepse janë shumë të varur nga ChatGPT-ja dhe nga interneti që vjen gjithmonë atje për të gjetur një kërkesë të tyren. Si që thash dhe më parë, gjitha këto teknologjitë e reja që të rinjt I kanë sjell normalisht nga mendja njerëzore kanë ardhur vazhdimisht dhe gradualisht,
kanë bërë që të kemi një mungesë të madhe vendimarrjeje, mungesë përfaqësimi, të rinjt nuk janë më ata të bashkuarit që ju po thoni, por janë pre e dezinformimit. Dhe kjo mendoj se është më shqetësuesja dhe që ajo që bota sot nuk po jep dot përgjigje, sepse ne po krijojmë një varësi të paimagjinueshme nga teknologjitë e reja. Jemi bërë pre teknologjisë dhe normalisht nuk mund të kemi ide të qarta për atë çfarë duam ne që t'i japim për vendin tonë. Ndaj, të jemi koshient që duke qenë të varur ose në ndikimin e këtyre teknologjive të reja, nuk do të kemi një ide një mendim autonom dhe të qartë për të ardhmen e vendit tonë. Përshëndetje të nderuar gjyqtar, përshëndetje të nderuar pjesëmarrës dhe ju dëgjues. Atëherë, në përfundim të këtij debati, doja të thoja që të rinjt sigurisht që janë agent ndryshimi. Kemi dëgjuar shumë sot për të rinjt, për ambicjet, për mundësitë që ata ofrojnë dhe zhvillimin që ata i sjellin një shoqërie. Po flasim për të rinj, të cilët duke u mbështetur nga shoqëria, marrin besim nga ata, e lejojnë shoqërinë që të tregojnë se sa ata mbajnë, se sa ata kanë përgjegjësi që të bëjnë. Mund të marrim një shembull këtu për Tiranën, e cila është bërë kryeqyteti i rinis. Pse? Sepse kjo ka treguar se ka përkatësim midis komuniteteve, ka dëgjuar dhe ka kuptuar që vlera e një vendi mund të përcillet edhe në vendin tonë. Nuk janë veç përdorues të teknologjisë, por janë drejtues së saj. Siç mund të themi, të rinjt nuk janë zëra në prapasken. Të rinjt si ne janë zëra të cilat marrin mikrofonin dhe kërkojnë të dëgjohen. Duke u bazuar në një studim të vitit 2019, sipas Instat, të rinjt për shkak të studimeve të shumta që kanë bërë, për shkak të mendimeve kritike që kanë sjell, kanë arritur të marrin pjesë në politikë dhe të kenë një zhvillim shumë të lartë të tyre. Siç u përmend edhe në vitin 2019 në Poloni, ku mosha poshtë 39 vjeç ka sjell një efikasitet dhe një zhvillim shumë të madh. Për sa përket të rinjve, të rinjt gjithmonë e marrin mbështetjen nga shoqëria. Shoqëria nuk po u jep të rinjve atë idenë ose frymën që nuk duhet ta bëjnë diçka, por të rinjt po bëjnë atë që shoqëria u kërkon, po bëjnë zhvillimin dhe po bëjnë ndryshimin. Përballja me sfida kërkojnë që të rinjt gjithmonë të kenë zhvillim dhe shoqëria, siç e përmenda, u jep këtë mbështetje, u jep këtë besim. Shqipëria është një vend i cili vitet të fundit ka sjell dhe ka angazhuar shumë të rinj. Ndryshimet politike kanë sjell sidomos gjatë viteve të fundit në një studim të vitit 2024, sipas Instat, ku të rinjt ose mosha 18-19 kanë arritur të sjellin ndikim dhe ç'është më e rëndësishme një mendim kritik se si mund ta zhvillojnë politikën dhe se si mund ta analizojnë atë. Por arritja dhe suksesi nuk bëhen bosh. E tham, shoqëria është kriteri kryesor. Shoqëria është ajo që i dëgjon të rinjt, u jep mikrofonin dhe i lën që ata të zhvillohen. Pra, pas suksese nuk ka asgjë dhe të rinjt ditët e sotme po arrin dhe suksese të shumta jashtë shtetit. Po arrin të lënë gjurmë si kombëtare, por edhe gjurmë ndërkombëtare. Gjatë viteve 2017-2018 të rinjt u bashkuan dhe dolën kundër sistemit arsimor duke bojkotuar mësimin për kushtet më të mira. Çfarë do të thotë kjo? Që ne të rinjt nuk stepemi, ne të rinjt nuk kemi frikë, ne të rinjt gjithmonë kërkojmë ndryshimin dhe ç'është më e rëndësishme, ne të rinjt e duam atë ndryshim. Pra, për ta përmbyllur me fjalë më të qarta do t'ju thoja se të qëndroni pro zhvillimit, të qëndroni pro rinis, ta mbështesni rinin dhe ta përqafoni atë. Lejoni që ky zhvillim të arrijë majat duke përkrahur rinin dhe duke bërë atë forsmën e zhvillimit të së ardhmes. Ju faleminderit shumë për vëmendjen. Mbaroj minutazhin? Faleminderit të dyja skuadrave, ishte kënaqësi t'ju dëgjoje. Dhe është momenti që juria të bëj vlerësimin edhe pas pak të marrim edhe rezultatin për sa i takon gjysmë finalistëve të tjerë që do të jenë nesër pjesë e finales. Të vogël e të madhe, kështu që ju uroj suksese pse jo të jeni një nga skuadrat. Mirë, jemi gati tani të marrim edhe vlerësimin edhe komentet e jurisë për debatin që ndoqëm pak më parë midis Universitetit Gjirokastës dhe atit Vlorës. Fjala nuk e di nga kush do merret i pari, por Brigji. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që keni ardhur. E di që jeni zgjuar të dyja skuadrat.
Edhe faleminderit që erdhët edhe herët për të ndjekë edhe debatet e tjera. Për sa i përket debatit, që kishte pak diferencë, ishte e dukshme. Unë kam 2-3 gjëra të vogla për secilin krah. Okej, kishit ndoshta edhe pak më shumë të vështirë krahun, sepse ishit kundër edhe normalisht krahu është favor, disfavor ndonjëherë. Por kishit shumë mendoj. Kishit shumë vetëm ChatGPT, Mira Murati, gjëra, kur në fakt kishte mora temën që ta hapja për saktësi dhe për korrektësi me 2 anët, kishit 12 argumente që mund t'i kishit kundër palës tjetër. Ishit shumë të mirë se u morët pike forte juaja, ishte pjesa që përdoret shembuj shqiptar, përdoret ndoshta edhe shembuj personal ndonjëherë, po u sforllatet vetëm aty, edhe ishte pak si e hallakatur gjëja. Përdoret edhe absolutizma, që e kemi thënë që në debate nuk është mirë, sepse nuk ka gjëra absolute, që të thuhet totalisht mungese të rinjve apo diçka, që ta keni parasysh për herë tjetër. Unë i mbaj shumë shënim këto fjalë. Pjesa e Universitetit të Vlorës kishte bazë në statistika, më pëlqeu se përdorni pjesën e pikave, 1, 2, 3 ose pjesa jo ekonomike, sociale, domethënë i kishit ndame. Kishte rrjedhshmëri, doja që folësja e dytë të shikonte më shumë nga krahu, jo nga ne, sepse ata janë kundërshtarët tuaj, ne jemi këtu thjesht për të gjykuar. Gjithsesi, shumë suksese të 2 skuadrave, gjithë të mirat për gjithë. Shumë faleminderit për prezencën tuaj si fillim. Unë e thash edhe me dyshën më përpara, unë jam shumë i lumtur që kemi këtë diversitet në debat edhe ju përgëzoj e para dhe ju dua t'ju nxis që të vazhdoni me debatet, se jo vetëm do zhvilloni ju kulturën tuaj në lidhje me një temë specifike ose me gjithë temat që jeni trajnuar për këtë kompeticion, por edhe ne që jemi prezent në debatin tuaj mësojmë shumë nga lufta mes grupeve. Dua të bëj disa kritika në fillim, të cilat janë koherenca gjëja e parë, duhet jetë gati natyrale në një debat koherenca. Shumë e vështirë, në ri debate është më e thjesht dalësh nga koherenca se janë 7 veta. Kurse këtu 4v4 duhet ishte shumë më thjesht ju të qëndroni koherent me pyetje përgjigjet me njëri tjetrin. Është kritik për të dyja palët, po më tepër për Gjirokastrën. Pra në momentin që jepet një përgjigje aq e detajuar nga pala kundërshtare, duhet ta operonit më mirë, le të themi, kundër përgjigjen tuaj. Një kritik për të dyja palët është argumentimi etik dhe moral. Ju përmendët këtu shembuj të ndryshëm, disa prej këtyre shembujve ishin edhe skenare lufte. Kështu që ju lutem herën tjetër duhet keni kujdes që në momentin që e nisni një argument të tillë që mund të jetë edhe sensitiv, pra janë tema tipike këto që bëhen sensitive për njerëzit, ta nisni argumentin dhe ta çoni deri në fund. Pra mos sigurisht ju mundoheni që ta bëni edhe pak emocionale situatën, por duhet keni kujdes sepse janë tema sensitive. Thjesht ta keni ju parasysh. Stili dhe prezantimi, ekipi i Universitetit Vlorës ishte më ekspresiv, shumë më ekspresiv. Megjithatë, një avantazh cilit ju mund ta kishit përdorur ishte dhe ajo që tha Brigilda, që faktin që po e ktheni her pas here argumentin në kontekstin shqiptar ishte një avantazh shumë i madh. Thjesht ta kishit mbajtur tempon, le të themi, dhe ta kishit orientuar debatin në atë krah. Sa i përket gjërave tjera, sigurisht ju keni gjëra të vogla për të rregulluar. Mësuesit përgjegjës i din shumë më mirë se sa ne që ju shohim vetëm këtë gjysmorësh. Dhe shumë suksese, edhe shumë faleminderit. Edhe unë i vura re pak a shumë diferencat që ishin mes skuadrave. Pa dashur të ju dekurajoj apo edhe për vazhdimsinë se si ju mund të ndërveproni dhe se si mund të rriteni bashkarisht edhe në skuadrat specifike. Si person që jam marrë me punën me të rinjt, nuk doja të lija pa thënë disa
diferenca në kuptimin që skuadra e Qerem Çabejt mund t'i thoshte për t'i rritur kundër argumentat pozitës së vet, siç janë dhe që prekin të rinjt, siç janë apatia, pjesëmarrja në struktura vendimarrje, të cilat nuk u përmendën, emigrimi, që është një nga faktorët kryesor pse të rinjt nuk mund të bëhen faktor ndryshimi, probleme sociale të ndryshme, ose mund të jepni të shembuj ku të rinjt kanë dështuar në nismat e marra, siç është pakti për universitetin apo lëvizjat universitare të ndodhura së fundmi, jo vetëm në 92-shin, sepse ajo ka ikur tani dhe nuk mund të referohemi të shkuarës patjetër për të marrë shembuj, por duhet të referohemi dhe ngjarjeve që ndodhin tani dhe që kanë ndodhur faktikisht të iniciuar edhe nga shoqëria civile, por edhe nga grupe rinore që janë aktive. Pra ka shumë kundërargumenta të cilet ju mund të ishit referuar ndoshta edhe më mirë, por patjetër kuptohen edhe rrethanat e jashtme, të cilat jo gjithmonë na favorizojnë. Ndërsa për skuadrën e Vlorës, do doja të përmendja që mund të flitej më shumë për pjesën shqiptare, siç e thanë edhe kolegët e mi, mund të flitet për programe ku të rinjt mund të marrin pjesë, mund të flitet për struktura sociale, vendimarrje në bashki edhe hapësira të tjera ku të rinjt kanë hapësirë dhe kanë gjetur veten e tyre edhe shumë mirë dhe ka plot shembuj. Jam e bindur për këtë. Megjithatë, synimi gjithmonë e them dhe vazhdimisht e përsëris, nuk është për t'ju dekurajuar, këtu jemi për të marrë më të mirën e kësaj eksperience, për të ndërvepruar me njëri tjetrin, për të njohur dhe pse jo për ta quar nivelin e rinisë shqiptare edhe pak më lart se sa e kemi arritur unë, Liburnetik apo aktorë të tjerë që janë këtu, dhe besoj stafeta ju mbetet juve për ta përmirësuar veten më shumë edhe për të ndjerë më mirë se ç'ishim ne të tjerët. Tani po jap pikët, shpresoj mos të kemi hatërmbetje, por gjithsesi pikët janë edhe subjektive, sepse ne jemi njerëz dhe sigurisht që kemi edhe qëndrime subjektive. Dhe skuadrat janë ndarë me pikë në këtë formë. Ismail Qemali 285 dhe Qerem Çabej 225. Faleminderit dhe suksese. Mirë, faleminderit Juris për vlerësimin, për komentet padyshim, suksese skuadrës Ismail Qemalit nga Vlora, shumë faleminderit skuadrës nga Gjirokastra për performancën e tyre. Uroj që të shihemi në takime të ardhshme, pse jo, në projekte të ngjashme do ishte shumë mirë që të kishim gjithmonë të rinj të pjesë aktive e çfarë do lloj projekti që bën ndryshimi, pastaj diferencën dhe i bën padyshim aktor të rëndësishëm të rinj e vendit. Flasim gjithmonë për vendin tonë, për Shqipërinë e bukur. Okej, do shihemi nesër me Vlorën, skuadra tjetër do t'ju uroja shumë sukses në rrugtimin tuaj profesional padyshim, si student që jeni, dhe suksese. Faleminderit.